Mesazhi që dua të jap është që me ndryshimin e temperaturave dhe me rritjen e kohës së ekspozimit ton në diellin e pranverës, ne duhet së pari të këshillohemi për të marrë ato produkte të nevojshme për të mbrojtur nga dielli i pranverës. Pra të zgjedhim një produkt mbrojtës, një krem solar mbrojtës të duhur në varësi të problematikave të lëkurës, gjë që do shoqërohet dhe me konceptin e koqëndrimit në diell. Pra, ne mund vendosim një produkt të mirë në mëngjes, në ditët e fundjavë veçanërisht, por nga ana tjetër duhet kemi një mesazh të qartë që orët e drekës janë orë të cilat është e vërtetë që ne mund të ngrohemi më mirë, mund ta shijojmë drekën jashtë, ose piknikun, ose qëndrimin e një kafeje, por ne duhet jemi të mbrojtur me kremin mbrojtës me përqindje sa më të lartë mbrojtje, pra me sun protection factor në një gradë të lartë, 30 ose 50+. Pra ndryshe nga mëngjesi, thënë ju doktoresh, apo jo? Jo, unë them që produkti që kemi vendosur në mëngjes duhet ndoshta riaplikuar në drek, pavarësisht faktit që është 30 ose 50 faktori mbrojtës në këtë produkt. Pra mos u mjaftoni që e keni aplikuar në mëngjes? Absolutisht. Duhet riaplikuar në drek nëse ne jemi jashtë në ambientet e ekspozimit në diell. Disa patologji të caktuar, si që janë fotodermatozat, ose melazma, ose lupusi, duhet të riaplikojnë produktin patjetër, dhe nga ana tjetër duhet të shmangin ekspozimin, pra të zgjedhin